Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Në RTS ta vështirësonin punën që të ikje vetë, Krisa shpërthen në akuza. Krisa Caushi ka qenë e ftuar së fundmi në një emision dhe ka ndarë për herë të parë arsyet dhe përjetimet e saj pas largimit nga RTS-ja, një vendim që sipas saj nuk ishte vetëm personal, por i diktuar nga një situatë e pasigurt dhe menaxhuar në mënyrë të papranueshme. Ajo shprehet, mund ta nisim që kur unë moderoja me Ardit Muratajn, dhe Arditi nuk ra dakord për disa pika të kontratës dhe menjëherë ju tha që nëse nuk pranon, ik, sepse nuk na intereson. Menjëherë ditën tjetër, erdhën moderator të rinj. Krisa rrëfeu se dhe ajo vetë nuk ishte një ide të qartë për fatin e saj në program. Mua mu tha deri një ditë para që do jesh ti me një moderator tjetër, që është ai aktualisht. Më pas u ndryshua. Unë kam marrë vesh dhe shumë gjëra më pas. Nuk e di sa të vërteta janë, por më kanë thënë që ishte vendosur me kohë që ne do iknim. Ajo u ndal veçanërisht te mënyra si u menaxhua situata nga drejtuesja e re e RTS-s, Aurora Polo. Ajo u shpreh, kur drejtoresha aktuale, e cila nuk mund ta quajmë as drejtoresh sepse nuk është, ka marrë thjesht postin e përkohshëm aty, menjëherë filloi punët e saj për të ndryshuar gjithë RTS-n, që sa kishte nisur të ngrihej dhe emisionet realisht kanë qenë të suksesshme. Është bërë një luftë, njëri më bipolar se tjetri, nuk e di. Tashmë ka ardhur momenti që të reagojnë të gjithë, por reagoj edhe unë. U shpreh Krisa duke ju referuar vazhdës së gjatë të ish gazetarëve dhe moderatorëve që kanë punuar në RTS dhe u janë pezulluar emisionet pa arsye nga drejtoresha aktuale.